Top Albania Radio, she's on air. Mami ka qenë një person i ftohtë emocionalisht, që nuk e shfaq dashurinë shumë me anë të fjalëve apo më së shumti e ka me veprat. Por që sido që të jetë, siç e thash, nuk është se ka ndonjur pranë fëmijës kur ka përjetuar trauma ose që për shembull t'ia din, ej, shiko, ne kemi këto probleme në çift dhe fëmia jon po i përjeton. Po, nga këto trauma që mund të marrësh me vete nga fëmijëria. Çfarë mendon ti se si një vajzë e cila e ke studiuar shumë mirë veten tënde dhe e kupton të gjitha emocionet e tua se nga vijnë dhe si vijnë, çfarë është ajo gjë që ti e pasqyron edhe në marrëdhënie nga ato çfarë fëmijëria jote ty të ka dhënë? Është një temë shumë e bukur e gjerë faktikisht. Le të marrim marrëdhënien që kisha me Indritin në emision. Siç e kam thënë edhe përpara, Indriti ngacmonte traumat e mia fëmijërore, pra ku ai më bënte që t'i kërkoja dashuri. T'i kërkoja vëmendje. Diçka që unë e kam bërë edhe me babain tim. Edhe duke qenë se ai nuk e jepte, unë u bëja anktioze, anxious attachment. Edhe mund të themi kjo është një nga traumat që është shfaqur gjatë jetës time, por normalisht kam punuar shumë me to.